Pushuesi që do zgjidhin projektin e lezhës këtë vit do të ketë një strukturë të re çmimesh për përdorimin e shezllonëve. Bashkia ka miratuar tarifet e reja të cilat variojnë nga 300 lekë për të thjeshtat deri në 2000 lekë për të luksit dhe me ndarjen në varësi të zonës dhe nivelit të shërbimit të ofruar. Vendimi është marrë nga Këshilli Bashkiak me synim për të vendosur rregulla më të qarta në administrimin e hapësirave publike dhe për të shmangur abuzimet evidentuar në sezonet e kaluara. E njëjta skemë çmimesh tavan pritet të zbatohet nga subjektet private dhe strukturat akomoduese që operojnë përgjatë vijës veriutare. Kreu i Bashkisë Pierre Indreu theksoi se qytetarët do të kenë mundësi zgjedhje, duke nisur nga shërbimet bazë me kosto ulët deri tek paketat më të kompletuara që ofrojnë më shumë komoditet. Qasjen e re që kemi ne me stacionet e plazhit kemi dy profile sjellje. E para është miratimi që bëhet për strukturat hoteliere me koeficientin 1 dhomë 2 shezllore që vazhdon të jetë. Shumë nga strukturat hoteliere kanë marrë kontrata 5 vjeçare e vjet. Zhbën kontratat 5 vjeçare që kanë qenë pas strukturat hoteliere, pra vinë në nivelin 0, çfarë do të thotë që shtohet mundësia e disa hotelerive për akomodim, po shtohet edhe mundësia e hapësirave të lira, qoftë me 0 pagesë, qoftë me menaxhimin e Lezha Invest. Pra, hyn loj Lezha Invest me menaxhimin që ne kemi bën vjet, por që si vjet do ta perfeksionojmë më shumë. Vjet kemi dalë me fitim, nuk është me humbje. Pra ka dalë me fitim, si vjet mendoj se duhet të vazhdojmë. Ajo që na ka shqetësuar vjet është kjo që strukturat hoteliere duke marrë stacionet e plazhit me aplikim në agjencinë e Bregdetit dhe me konfirmim nga ana jon kanë shit shezllon. Hoteleritë kanë shit si mas shefit vet. Deri të veçuar çmimin deri 20, 15, 10 në kundrako me tavanin e çmimit që ne kemi vendos ne si bashki. Përfaqësues opozitës në Këshill pretendojnë se disa prej çmimeve mund të jenë të papërballueshme për një pjesë të pushuesve. Është pa nevojshme që Lezha Invest të ofrojë një shërbim më të mirë sa i përket paketës çadër dhe shezllon, por që na sjell në mënyrë të pashmangshme një rritje prej 2 deri në 5 herë më shumë të tarifave në plazhet publike. Nga ana tjetër, e shoh të parësyeshme që ky ndryshim i kategorisë së shërbimit të paketës shezllon dhe çadër ta çojë shërbimin tarifën e shërbimit në plazhet e menaxhuara nga bashkia në të njëjtat nivele me plazhet që menaxhohen nga subjektet private apo me stacionet e plazhit. Ka hotele që janë të certifikuar nga Ministria e Turizmit dhe nuk pajisen me shallëzore në vit parë, ku unë kam vu drejtorin DNI edhe vjet edhe si vjet dhe nuk e di arsyeën pse. Sipas planifikimit në Bregdetin e Tales dhe Shëngjinit, rreth 30% e hapësirës në plazh do të jetë pa pagesë, duke ofruar alternativa edhe për familje me të ardhurat me të kufizuara.